Territori shqiptar për datën 12 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites pritem randësira të lehta deri mesatare, kalimtare, por pareshje që do të jenë të pakta dhe të izoluara. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me moto ngrohtë, ndërsa në zonat malore lindore nuk përjashtohen rreshje të izoluara afat shkurtra. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 31 gradë. Peshkopi 17 deri në 29 gradë. Tiranë 22 deri në 35 gradë. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 22 deri në 35 gradë. Berat 22 deri në 35 gradë. Korçë 16 deri në 28 gradë. Vlorë 24 deri në 31 gradë. Gjirokastër 18 deri në 30 gradë. Sarandi 24 deri në 31 gradë Celsius.